Kush i ka certifikuar materialet e ndërtimit edhe pse rezultojnë jashtë standardeve? Materialet e certifikuara, protokolli i ndërtimit të fasadës fillon që nga projektimi i saj. Ku vetë projektuesi përcakton qartë elementet e ndërtimit të fasadës, duke përcaktuar edhe kodet për të cilat kjo fasadë duhet t'i rezistojë dhe t'i qëndrojë qoftë nga ana mekanike, statike, dinamike, po dhe antizjarr. Në funksion të këtyre rezultateve, të gjithë kompanitë e ndërtimit në bazë apo nën kontraktore që mund të jenë pas kompanisë kryesore, siç është ajo që ka lejen e ndërtimit, duhet të respektojnë pikërisht këto materiale, këto karakteristika cilësie të cilat jipen që në projektim. Tash unë nuk di me të thënë qartë, a ka qenë nuk ka munguar informacioni gjatë fazës projektimit, a këto protokolle nuk janë parë me rigorozitet, këtë pasur kujdes gjatë kohës zbatimit, jam i paqartë dhe pamundur për ta vënë duke. Por qartë është kjo, që materialet e ndërtimit në fasadë duhet të jenë të sistemit kundra zjarrit, sistemit A1. Po e themi disa herë këtë. Mund të ketë certifikata produktesh pafund, por mund të jenë certifikata të klaseve të ndryshme të zjarrit, ku nuk ka nevojë të jenë kaq shumë të rezistente për shkak të ambientit apo vendit ku ndodhet, po themi, ky material, për çfarë pune po kërkohet. Por në këtë rast këto duhet të jenë të gjitha të certifikuara A1. Rezultati tregon që kjo nuk është e vërtetë dhe nuk janë të certifikuara në këtë klasifikim. Si radhën e parë ku ndodhi, po edhe në këtë rast duket të jetë njëjti tipologji problematike.